يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar. Prej gjërave që neve na mbron nga zjarmi i xhehenamit është edhe ajo që sadaka dhënia jonë. Nëse ne dhajmë sadak për hir të Allahut Azza wa Jall dhe kërkojmë falje Allahut Azza wa Jall, është prej rrugëve më të mira që na shpëton neve nga zjarmi i xhehenamit. Nëse e shohmi që dikush prej të afërmëve tanë ka nevojë për një sadak, i afrohemi me sadak. Nëse e shohmi që një thirrës ka nevojë për një sadak për t'ia ndihmuar davetin e tij, i afrohemi me sadak. Nëse e shohmi që një xhami ka nevojë për një sadak, i afrohemi me sadak. Dhe këndo që na e shohmi që ka nevojë për sadak, i afrohemi, edhe një herë kjo është prej shkaqeve që neve na falen mëkatet. Me këtë sadak nëse e bëjmë për hir të Allahut Azza wa Jall, neve na falen mëkatet, na mbulohen tëmetat tona, dhe është shkak për të shpëtuar nga zjarmi i xhehenamit. Të na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që e sjelli Imam Muslimi ibn Majah dhe të tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ju drejtu gjinis femrore, grave, dhe ju tha: "Ya ma'shara an-nisa, o ju gra, tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar." O ju grata, jepni sadak. Këtu ju drejtu grave, por kjo e përgjithson edhe të tjerët, edhe burrat edhe neve. I tha: o ju gra, jepni sadak dhe thoni shumë astaghfirullah, astaghfirullah, fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, sepse unë ju pash juve që ishit banorët më të shumt, numri më i madh i banorëve të xhehenamit e pash që ishit ju. Kështu ju drejtu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në fillimin e kësaj fjalë të pejgamberit këtij hadithi, më na dhon një mesazh që ti, nëse don më të mbulu dhe më të falë tëmetat tua, edhe më largu hidhrimi i Allahut ndaj teje, edhe me kon shkak më shpëtu prej zjarmit të xhehenamit, shtoje numrin ose shtoje sadakon tënde. Po e përmend me çita hadith më të detajuar tani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ju drejtu grave dhe ju tha: o ju gra, tha, jepni shumë sadak, edhe kërkoni falje shumë Allahut. Me këtë i tregoj se nëse dhajmë sadak dhe kërkojmë falje, mëkatet na fshihen neve. Dhe një herët kemi siguri që mos me hynë zjarmin e xhehenamit. E kur ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam grave dhe ju tha se unë pash që numri më i madh i banorëve të xhehenamit ishin gra. Atëherë, pse ju drejtu kështu me këtë fjalë pejgamberi grave? Ju drejtu me atë se gratë janë ato që shumë e kanë të shliruar gjuhën e tyre në mallkime. Mallkojnë shumë. Dhe një herët gratë janë ato që të mirat e burrit sa ja ban asaj, so të mirat ja ban, në atë ditë nështë aty bo të mira asaj, ajo nuk ja din të mirat ose nuk ja vlerësan ato. Ndërsa qëllaj aty pari një gru dhe i tha se pejgamberi alayhis salatu i tha: po ju jeni përveç kësajna ju gra, ju posh që jeni
edhe të mangëta në kokat tuaja, jeni të mangëta në kokë dhe jeni të mangëta në ndinë. Se ato kur e pyetën gratë dhe i thanë i dërgumi i Zotit, e pse na kokmi numri më i madh i banorëve të xhenemit? Për shkak se tha ato që e thash. I tha pejgamberi sepse ju shumë mallkani, edhe të mirat e burrit nuk ja vlerësoni. Tha ju edhe jeni të mangëta në kokat tuaja. Tha, e pse na jena të mangëta? Jeni të mangëta, i tha pejgamberi edhe në kokë dhe ndinë. Tha pse të mangëta edhe në kokë dhe ndinë? Sepse i tha pejgamberi a nuk e keni po që Allahu Azza wa Jall kur ka marrë dëshmitar, kur na ka tregu për me marrë dëshmitar, ka thonë mirët një burr, e në vend një burrit 2 gra. Por e ka vlerësu 2 gra me dhënë dëshmi për një diçka sa një burr. Kjo ta tregon, s'po e tham për nënçmim, por kjo tregon që keni mangësi në kokat tuaja. Po ndinin tonta, ku është mangësia? Mangësia është a nuk e keni patha vetë tuaja, sa ju ndodh brenda cikleve tuaja, që ju as nuk falni namaz, as nuk agjerani, as nuk falni namaz, as nuk agjerani, se edhe nuk ju lejohet. Por kjo tregon për mangësinë që ju e keni. Por në sjella këtë hadith, për fjalën e parë pejgamberit, kur ju tha pejgamberi selam, tha jepni sadak, ju nëse doni me shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Për këta, një hadith tjetër e sjell Imam Ahmedin musnedin e tij. Dhe Sheikhul Albani thotë hadith është i vërtet. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i drejtohet njeriu më të dashur të tij. Pejgamberi i drejtohet njeriu më të dashur të tij, Aishës radhiyallahu anha. I drejtohet Aishës dhe i thotë: "Ja Aisha, istaturi min an-nari walau bi shikki tamra." O Aishë, tha ruje veten tënde prej zjarmit të xhenemit, qoftë edhe me një gjys hurme. Kjo do të thotë hadithi, ruje veten tënde prej zjarmit të xhenemit me një sadak, vlera e asoj sadakaje është sa një gjys hurme. Edhe nëse është sadakaja shumë e vogël, edhe nëse është shumë e vogël, por mos e nënvlerëso atë, por jepe për hir të Allahut, ndoshta kjo bëhet sebeb që ti më shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Pra këtë i ju drejtu Aishës, bashortës së tij, njeriu që kur e pyetën cili është njeriu që ti mas shumë ti e dën, pejgamberi tha Aisha, pyetsi tha, i erdhi marrë, ose pyeta tha për grata, po pyeta për burra, tha baba i Aishës, është më i dashuri, apetja përmeni Aishën, baba i Aishës, Ebu Bekri, radhiyallahu anhum ejma'in. Prandaj një hadith tjetër që e ka sjell pejgamberi që e ka sjell Imam Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi: "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laysa bainahu wa bainahu tarjuman." Tha mos të mendon ndonjëri për juve se ka me shpëtu prej Zotit pa e pyet. Allahu i madhreshëm ka me pyet çdo njërin prej juve, dhe s'do të ketë mes Allahut dhe atij të pyeturit, s'do të ketë ndaj ndërmjetësues. S'kan mes tyne ndërmjetësues. Me thonë qëre, unë e tham qishtë, gjama një përkthyes, ja, s'ka ndërmjetësues mes atij dhe Allahut. Falyanzur aymana fala minhu illa fala yara illa ma qaddam. Kur këshyr njeriu në çato momentet më kritike të tij, kur këshyr tha pejgamberi nga e gjata, nuk sheh vetëm se çka ka vepruar. Kur që këshyr dhe nga e majta, sheh vetë çka ka vepruar dhe punun këtë dunja. Wa yanzur bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Kur këshyr mes vetes së tij, veç përpara e sheh zjarmin e xhenemit. Atëherë tha pejgamberi, kur është që kjo gjendje ma kritike, që ato s'ki me po sen, veç veprat e tua sa ke bot mira, veprat e tua sa ke bot këshia, zjarmi përpara, tha në qitë rast, tha pejgamberi, nëse është gjendje që s'kini me po, dhe s'ka ndërmjetësues, s'ka ndonjë që mund me të ndihmu atë, tha pejgamberi alayhis salam, fattakun nara walau bi shikki tamra. Tha atëherë nëse është gjendja kështu, tha atëherë kini frikë që ati zjarri që ka me pa para syve tuaj do tjetë veç zjarri. Kini frikë për që ati zjarrit
qoftë edhe me një vlerë sadakaje të vogël sa një gjys hurme. Edhe me një sadak të vogël, nëse e ki një shok, nëse e ki një dashamirës, edhe një sadak të e ban për hir të Zotit. Krejt të vogël, një ersh ja e pa ti. Ose një diçka, një ersh i blejnë ati për sadak. Një dhuratë të vogël, një ersh ati ja qënë, atëherë shpresuhet që diçka ka me të ndihmu, se ku dish para Allahut në të gjatën tonë, ato kime po. Edhe pejgamberësëm transmetuesi tha që e tha edhe një fjalë, walau bi kelimetin tajjibe, edhe më smujshi as me një gjys hurme, me bon sadak më shpëtu prej zjarmit të xhenemit, tha pejgamberi alayhis salam në këtë transmetimin shtesë të transmetuesit tha, ose bili me një fjalë të mirë. A nuk mundeni ju një fjalë të mirë mja thonë shokit tuaj, të dashurit tuaj, vllavit tuaj, babës tuaj edhe nënës dhe të tjerëve që ju rrethojnë? A nuk mundeni një fjalë të mirë mja thonë? A është patjetër mi thonë ato fjalët e këqija? A është patjetër me i përdor atë fjalën e fyrjeve dhe të sharjeve? Jo, nuk është patjetër. Përdorni të mira, se pejgamberi tha, jepni sadak, me ton shpëtoni prej zjarmit të xhenemit. Po më s'po që asë një gjys hurme me dhonë, po të pak të mbili tha, me një fjalë të mirë. Nuk të dhem goja me i thonë, o ti i dashuri jonë, o ti zotria jonë, o ti dashamirës, o ti shoku jonë, nuk të dhem goja. Njëta fjali si ta bofsha dhe ta kthefsha, edhe si zotnia jonë edhe shoku jonë edhe i dashuri, qaja goj ka me qitë të njëjtin lath. Për ta tha pejgamberin hadithin tjetër të Muslimit dhe Buhariu tha, men istata'a minkum ay yastatira min an-nar walau bi shikki tamra falyaf'al. Për ta tha pejgamberi, e kush mundet me bo një perde mes tij dhe zjarmit të xhenemit, tha kush mundet me bo një perde me vepra të mira mes tij dhe xhenemit, tha atëherë le ta ban një gjë të tillë. E tregon pejgamberi asam një obligim, disa një 5 obligime që Zoti i pa të dhonë Jahja ibn Zekerijes. Jahjajt, pejgamber djali Zekeriajt. Ja pa dhonë një 5 obligime. Edhe i tha, o Jahja, që tu 5 obligime tregoja beni Israeleve. Tregoja beni Israeleve, le ti praktikoj ti vetë, edhe thuj beni Israeleve le ti praktikojnë. E në mesin e tyre tha, wa amurukum bis sadaqa. Edhe në mesin e tyre tha, pas atyre urdhresave, tha ju tregoj Jahja ibn Zekeria pejgamber, edhe djallë pejgamberi, ju tha beni Israelve, o beni Israel, Zoti po ju urdhëron me dhon sadak. E pastaj vetë Zekeria, Jahja, po ja tregon se shembulli i kësaj sadakaje, o ju beni Israel, a di që është i tha, shembulli i kësaj është sikur njanën që e kanë zënë rob. Do lufta kur janë bë doher. Ma shumë që e kënë zarobria, ta shkohen esë. Po që kur njanin që e kënë zarob, tha edhe ja kënë lidh durët e ti mbas qafës e ti. Edhe aj i rubruari, nuk pret tjetër, ky vetë po ja spjegon, Jahjaj, vetë po ja spjegon ta shqysh puna sadakas. Ky i rubruari durët të lidhura nuk pret diçka tjetër, vetë gjelatit po ja pret shpatën me ra edhe me ekzekutu atë të rubëruar. Tha ndërsa ta këti i kujtohet, edhe i thot, o ju që doni më mbyt, ga i redi shpak, tha, unë kam pare, a moj me investu, a moj me dhon, me pagu, nderin gjakin tim, tha janis jep ata kërkujnë e ky, jep ata kërkujnë e ky, jep, derisa e pagujti vetën e ti dhe e liruan. Kështu tha shembulli i sadakas. Ditën kur dilsh para Allahut Azza wa Jall, ndoshta meriton me të kap zjarmi i xhenemit, por del një sadakë që të ke dhënë 10 ersh, del që atë 100 ersh, del që atë më pak edhe më shumë, edhe shpëton prej zjarmit të xhenemit. Dhe hadithin këto Ibn Mundhiri në Targhib al-Tarhib ka thënë hadithi është i vërtetë. Dhe ajo dhonja e sadakos, me thonë drejtë neve na tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na tregoi që hadithin që sjell Buhariu dhe Muslimi, që në çdo ditë që lindjelli, i kena obligim me i dhonë një 360 sadaka, që kërkohet prej neve, me i dhonë 360 sadaka, se na tregoi pejgamberi se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo biri i Ademit i ka 360 nyje, e për çdo nyjen tënde, ti dush me dhonë sadaka çat ditë, për çdo nyje tënde, e tha pejgamberi pitu bëj hadithet, një fjallë e mirë, tha, është ta një sadak,
E një largim prej rrugës një guri të vogël është sadak. E me largu prej rrugës një therr që i bën dëm të tjerëve është sadak. E një buzëqeshje në fytyrën e muslimanit është sadak. E një herë me thonë la ilaha illallah është sadak. E një herë me thonë elhamdulillah është sadak. E një herë me thonë Allahu akbar është sadak. E një herë me thonë la hawla wala quwwata illa billah është sadak. E një herë me thonë astaghfirullah. Në vetën tonë be thonë astaghfirullah, zotun faça kumbo është sadak. Edhe kërkon prej Allahut. Edhe Allah dënë me kërku që ti ajme të fola apet, edhe apet të lëgëri sadak. Kërej që i përmledha për dy haditheve, kërej që tu janë sadak. Dhe në fundin e hadithit të dytë ta pejgamberi a.s. Fe innehu jemshi jo umedhin wa qat zahzahan nafsehu minan nar. Kur janis të pakten me fjalët e ti, për me shpagu sadakon e 360 nyjeve të ti, tha pejgamberi në fund, tha thët, e ky është ai, nëse ka bon që të brenda ditës, dhe si dhem as goja, as në sadak të vogël, në fund tha brenda ditës nëse i ka vepru, a i hes njeri që e ka shpëtu vetën e ti për zjarmit e xhehenamit. Kështu e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është rruga, nëse dëshirojna me u shpëtu për zjarmit e xhehenamit, ta rrismi ato ose sadakon ton ta rrismi dhe ta shtojna sasin e sadakas ton nëse dojna me shpëtu si sadakon në mallin në pasurin ton, qashtu edhe në gjuhën ton nëse dojmë me shpëtu prej zjarmit të xhehenamit. E lusmi Allahun azza wa jall të na fal të mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall prej zjarmit të xhehenamit të na shpëton. Lusmi Allahun azza wa jall me të mirat atje në xhenet të na takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.